Policia e Tiranës ka arrestuar Elvis Shkambin, xhaxhain e tij Gjon Shkambi dhe rojen e sigurisë së gjykatës së apelit Banush Koxhaj në lidhje me ngjarjen shokuese ku mbeti i vrarë gjyqtari Astrid Kalaja dhe u plagosën dy të tjerë, Babe Bir, Ragip dhe Ervis Kurtaj. Në përfundim të seancës së apelit, sapo gjyqtari ndjer lexoi vendimin, 30 vjeçari Elvis Shkambi qelloi me armë zjarri 3 herë ndaj gjyqtarit Kalaja, pasi ai lexoi vendimin në lidhje me godinën e ish shkollës së rezervave në lagjen Skanderbeg. 30 vjeçari Shkambi ka nxjerrë armën dhe ka qelluar me 3 plumba Astrid Kalan, 2 prej të cilëve prekën në kraharor dhe 1 në pjesën e barkut, plagë që rezultuan fatale për gjyqtarin 60 vjeçar. Në dëshminë e tij përpara hetuesve i riu ka pranuar krimin e rënd duke thënë se i kishte ardhur në maj të hundës procesi gjyqësor. Sipas tij, nuk e kishte menduar vrasjen më parë, por vendosi që të qellonte drejt gjyqtarit pas vendimit për pronën që ai pretendon dhe familja Shkambi. Elvis Shkambi akuzohet për veprat penale, vrasje e funksionarëve publike kryer në bashkëpunim, vrasje në rrethana të tjera cilësuese kundër 2 ose më shumë personave e mbetur në tentativë dhe e kryer në bashkëpunim, si dhe armbajtje pa leje. Xhaxhai i tij ndërkohë akuzohet për vrasje funksionarëve publike kryer në bashkëpunim dhe vrasje në rrethana të tjera cilësuese kundër 2 ose më shumë personave e mbetur në tentativë dhe e kryer në bashkëpunim, ndërsa ndaj rojes së gjykatës rëndon akuza e shpërdorimit të detyrës. Referuar dinamikës së ngjarjes, policia shton se 30 vjeçari dhe xhaxhai i tij kanë qëndruar në hollin e pritjes deri në orën 15:29 dhe më pas janë futur brenda sallës së gjyqit. Në orën 15:35, në momentin që gjyqtari Kalaja ka shpallur vendimin, Elvisi ka nxjerrë pistoletën dhe ka qelluar 3 herë ndaj tij. Më pas, ai ka drejtuar armën ndaj Babe Bir, Ragip dhe Ervis Kurtaj, me të cilët ishin në konflikt për pronën duke i plagosur. Pas krimit të rënd, i riu ka dalë bashkë me Gjon Shkambin, ku i ka lënë pistoletën rojes dhe në oborrin e gjykatës i ka bërë me dorë efektivëve të policisë, duke i thënë se sapo kishte vrarë gjyqtarin. Fill pas këtij momenti aty u vendosën prangat. Konflikti për pronën nisi në vitin 1992, ku Gjon Shkambi dhe familjarët e tij pretendojnë se toka ku është ndërtuar shkolla e rezervave shtetërore është pronë e tyre, dhe për këtë i referohen edhe vendimit të shkallës së parë. Ky vendim ishte shkak për përplasjet prej vitesh mes familjes Shkambi dhe 32 familjeve që ishin strehuar në këtë godinë.